prej sot Belinda Balluku nuk do të jetë më zëvendës kryeministre dhe ministre në Republikën e Shqipërisë. Këtë nuk e ka vendosur Edi Rama, por gjykata shqiptare. Kjo tregon se Edi Rama e ka humbur komplet sensin e përgjegjësisë politike. Në një rrethant tjetër, ai do ta kishte shkarkuar paraparkisht Ballukun për të shpëtuar minimalisht nderin e vet dhe të qeverisjes së tij. Fakti që nuk ka guxuar tregon shumë. Tregon se Belinda Balluku mund të ketë materiale komprometuese drejt për Ramën, si dhe tregon nga ana tjetër se sa i brisht politikisht është tashmë ai, ku ministra, zëvendës kryeministrat, njerëzit më të rëndësishëm politik qeverisjes së tij, po përballen me akuza ose janë në burg. Edi Rama nuk mund ta qeverisë më Shqipëri. Është thellësisht i komprometuar. Ndaj shoqëria shqiptare duhet të ngrihet në këmbë, duhet kërkojë një zëri tashmë, dorëheqjen e Edi Ramës dhe zgjedhje të parakoshme. Lëvizja Bashk nuk ka frikë nga zgjedhjet e parakoshme, është e vetmja parti dhe e para parti politike që kërkon me ngulm zgjedhjet parakoshme në Republikën e Shqipërisë. Nuk mund na qeverisin më të korruptuarit. Nuk mund na qeverisin ata që javë pas jave përfundojnë në SPAK ose përfundojnë në paraburgim. Tjetë për Edi Ramën, ai edhe sikur vetë përfundojnë paraburgime, tjetë në hetim, do vazhdojë një lloj si Erion Veliaj që të pretendojë se mund të qeverisë nga qelia. Jo, vendi ynë meriton shumë më mirë se kaq, vendi ynë meriton drejtësi në të gjitha pikpamjet e fjalës, edhe penale, edhe shoqërore, po mbi të gjitha vendi ynë meriton të qeveriset me ndershmëri.